Krijimi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit, një institucion financiar që pritet të luajë një rol kyç në financimin e sektorëve të pambështetur deri tani me hua, ka ngritur shqetësime dhe ka shkaktuar një sër reagimesh si nga ekspertët vendas dhe ndërkombëtar, ashtu edhe nga institucione të njohura financiare. Banka e cila do të operojë pa një licencë formale, si bankë e zakonshme, por në mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë, është konsideruar si një nismë e re dhe ambicioze për të stimuluar zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, ky hap është parë me skepticizëm nga ekspertë të ndryshëm, përfshirë edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili në raportin e tij më të fundit ka tërhequr vëmendjen për mundësitë e rrezikut të mundshëm fiskal dhe financiar që mund të vijë si pasojë e krijimit të këtij institucioni. Fondi Monetar Ndërkombëtar, si një nga organet më të rëndësishme ndërkombëtare që vlerëson politikat ekonomike të vendeve, e ka konsideruar këtë bankë si një burim të mundshëm të pasigurisë për sistemin financiar shqiptar. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, rreziku mund të jetë lidhur me mundësitë që kjo bankë të përfshihet në aktivitete që konkurrojnë me bankat private, të cilat janë themeluar për të mbështetur bizneset dhe individët në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme. Ekspertët shprehin shqetësim se ky institucion mund të bëhet një lidhje e dështuar midis politikave qeveritare dhe tregut financiar, duke ndikuar negativisht në ekuilibrin financiar të vendit. Banka Shqiptare e Zhvillimit do të ketë një kapital fillestar prej 10 miliard lekë të akorduar nga buxheti i shtetit dhe do të jetë 100% në pronësi të Ministrisë së Financave. Ky kapital është një nismë për të financuar sektorët që janë më të pamundur në marrjen e kredive nga institucionet financiare private, përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që shpesh përballen me barriera të larta për të siguruar financime. Në anën tjetër, banka është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me 16 dhjetor dhe do drejtohet nga një menaxher italian, i cili do të ketë përgjegjësinë për të drejtuar këtë projekt dhe të sigurojë që banka të funksionojë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rregullore të Bankës së Shqipërisë.